Nxirrte të miturin të vit, arrestohet 23 vjeçari në Tiranë. Është arrestuar shtetasi EK 23 vjeç banues në Tiranë, që nxirrte në mënyrë të vazhdueshme 13 vjeçarin për të vjedhur. Policia bën me dije se janë proceduar 3 persona i mituri që viste dhe 2 të tjerë që blinin produktet e vjedhura. Sa kaq, janë sekuestruar 4 monopatina të dyshuara të vjedhura. Njoftimi Tiranë, finalizohet operacioni policor i koduar Influenca. Identifikohet dhe arrestohet një 23 vjeçar që nxiste një 13 vjeçar për të vjedhur. Vjen e tim 13 vjeçari, autori dyshuar i një sërvjedhjesh në kryeqytet, si dhe 2 shtetas të tjerë që i blinin të miturit sendet e vjedhura. Sekuestrohen 4 monopatina të dyshuara të vjedhura. Në vijim të punës hetimore dhe operacionale me objektiv identifikimin dhe nxjerrjen e autorëve të vjedhjeve përpara përgjegjësisë penale, shërbimet e komisariatit të numër 1 finalizuan operacionin Influenca, në kuadër të cilit u arrestuar shtetasi EK 23 vjeç banues në Tiranë, u proceduar në gjendje të lirë 2 13 vjeçar dhe shtetasi SHM 48 vjeç. Nga hetime, dyshohet se shtetasi EK nxirrte në mënyrë të vazhdueshme njërin prej 13 vjeçarëve të proceduar për të kryer vjedhje, ndërsa i mituri tjetër dhe shtetasi SHM përvetësonin sendet e vjedhura. Materialet proceduriale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për veprime të mëtejshme.